Mirë se vini në kanalin tonë Fuqia e Trurit. Sot do të flasim për një temë që po prek çdo grua në një moment të jetës së saj, perimenopauzën dhe menopauzën. Një periudhë që shpërcjell shumë ndryshime, pyetje dhe emocione, por që në fakt është një proces krejtësisht natyral. Para se të vazhdojmë, bëni subscribe që të mos u mbesni asnjë video me përmbajtje me vlerë. Perimenopauza është periudha përpara menopauzës, kur trupi fillon gradualisht të ulë prodhimin e hormoneve femrore të estrogjenit dhe progesteronit. Kjo fazë mund të zgjasë disa vite, për disa gra 3 vite, për disa të tjera edhe deri në 8 vite. Zakonisht fillon pas moshës 40 vjeçare, por ndonjëherë edhe më herët. Menopauza është momenti kur cikli menstrual ndalon plotësisht për 12 muaj me radhë. Pas kësaj periudhe, gruaja hyn në një fazë të re, postmenopauzën, ku hormonet stabilizohen në nivele më të ulta dhe trupi përshtatet me këtë ndryshim. Gjatë perimenopauzës dhe menopauzës, shumë gra përjetojnë ndryshime, disa më të lehta, disa më të theksuara. Ndër më të zakonshmet janë vape nxehtë që vjen pa pritur, djersitje gjatë natës, lodhje, pagjumësi, ndryshime të humorit, ndonjëherë edhe ndjesia e ankthit ose trishtimit pa arsye. Mund të ketë edhe ndryshime në peshë, në flokë, në lëkurë, madje edhe në dëshirën seksuale. Këto janë të gjitha pasoja normale të uljes së estrogjenit dhe nuk duhet të shihet si diçka që nuk ka zgjidhje. Në disa raste, menopauza mund të ndodhë më herët, madje edhe para moshës 40 vjeçare. Kjo quhet menopauzë e parakohshme dhe mund të ndodhë për arsye të ndryshme, ndonjëherë nga gjenetika, ndonjëherë nga trajtime mjekësore si kimioterapia ose edhe nga stili i jetesës, për shembull te gra që pinë duhan. Në këtë raste është shumë e rëndësishme që të flitet me mjekun sepse trupi ka nevojë për kujdes të veçantë. Por le të fokusohemi tek pyetja që kanë shumica. Çfarë mund të bëjmë për ta ndihmuar trupin gjatë kësaj kohe? Gjëja më e rëndësishme është kujdesi ndaj vetes. Nëse më parë mund të mos i kushtonim shumë rëndësi ushqimit, gjumit apo stresit, tani këto bëhen thelbësore. Trupi ka nevojë për energji, qetësi dhe ushqim të mirë. Lëvizja është shumë e rëndësishme. Edhe 30 minuta ecje në ditë, disa ushtrime të lehta ose yoga ndihmojnë në përmirësimin e humorit, në forcimin e kockave dhe muskujve, si dhe në uljen e stresit. Gjumi mjaftueshëm dhe përpjekja për të fjetur çdo natë në të njëjtën orë e ndihmon trupin të stabilizojë hormonet natyrshëm. Menaxhimi i stresit me teknika si frymarrja e thellë, meditimi ose thjesht pak kohë për veten ka ndikim të madh pozitiv. Në ushqim ka disa gjëra që ndihmojnë shumë. Për shembull, soja dhe bishtajoret kanë substanca bimore që mund të ndihmojnë në balancimin e estrogjenit. Frutat dhe perimet e freskëta, veçanërisht ato me ngjyrë të forta, japin shumë antioksidant që ndihmojnë lëkurën dhe energjinë. Farat e lirit, farat, kia dhe arrat janë burime të mira të yndyrnave të shëndetshme, që ndihmojnë zemrën dhe hormonet. Kalciumi dhe vitamina D janë shumë të rëndësishme për shëndetin e kockave. Ndaj është mirë të konsumohen produkte bylmeti ose alternativa të pasura me kalcium. Gjithashtu edhe të kalojmë pak kohë në diell çdo ditë. Mos harro, uji është i domosdoshëm për çdo gjë. Përfshir edhe reduktimin e vapave të nxehta dhe thatësinë e lëkurës. Nëse simptomat janë shumë të forta dhe ndikojnë në cilësinë e jetës, sot ekzistojnë zgjidhje mjekësore dhe natyrale që mund të ndihmojnë. Në disa raste mjekët rekomandojnë terapi hormonale me doza të ulta, e cila mund të përmirësojë ndjeshëm, gjumin, humorin dhe ndjenjën e përgjithshme të mirëqenies. Ka gjithashtu edhe produkte bimore apo suplement që mund të ndihmojnë, por gjithmonë është mirë të konsultoheni me mjekun përpara se të nisni diçka të re. Pjesa emocionale është paq e rëndësishme sa ajo fizike. Shumë gra ndihen të pasigurta, të ndryshuara apo jo vetvetja në këtë fazë. Por e vërteta është që menopauza nuk është fundi i asgjëje, është fillim i një kapitulli të ri. Trupi po hyn në një ekuilibër të ri dhe me kujdesin e duhur mund të ndiheni më të forta, më të qeta dhe më të vetëdijshme për veten se kur më parë. Mos harroni, çdo trup është i ndryshëm. Disa gra e kalojnë këtë periudhë me më pak simptoma, të tjerat me më shumë. Nuk ka mënyrë të saktë për ta përjetuar, ka vetëm mënyrën tuaj.
Ajo që ka rëndësi është të dëgjoni trupin, të mos e injoroni dhe të kërkoni ndihmë nëse është e nevojshme. Menopauza nuk është sëmundje, është një fazë e re e jetës së një gruaje dhe me informacionin e duhur, ushqimin e mirë dhe kujdesin e përditshëm mund ta kaloni me lehtësi. Kaq për këtë video. Faleminderit që na ndoqët dhe për më shumë video të tilla bëni subscribe, like dhe comment.